Në këtë edicion do të ndiqni. Një person i mitur është gjetur pa shenja jete në fshatin Falabardh. Paralajmërohen inspektime në Gjakov për shitjen e cigareve elektrike të të miturit. Nesër mbahet testi i arritshmërisë. Ai fillimisht ishte kundërshtuar nga prindërit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Një person i mitur është gjetur pa shenja jete në pasditën e djeshme. Rasti ka ndodhur në fshatin Falabardh, ku autoritetet përkatëse kanë dalë menjëherë në vend të ngjarjes për të hetuar shkaqet e vdekjes. Pasditën e djeshme, një person i mitur është gjetur pa shenja jete. Rasti ka ndodhur në fshatin Falabardh të komunës së Gjakovës. Në vend të ngjarjes ka dalë një stitë relevante. Lajmi është konfirmuar nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakov, nga zëdhënësja Vlera Krasniqi. Rreth orës 18 kemi pranuar informatën se një person mashkull i mitur është gjetur pa shenja jete në fshatin Falabardh të Gjakovës. Në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitë relevante të policisë, si dhe ekipi mjekësor, me çrast mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e viktimës. Në koordinim me prokurorin, është iniciuar rasti hetim i vdekjes. Në lokacione të shumta gjithandej qytetit të Gjakovës, ajo që bie në sy menjëherë është numri shumë i madh i telave dhe kabllove të ndryshme. Përveç pamjes as pak të mirë që japin qytetit, në disa raste ato paraqesin edhe rrezik për kalimtarët. Në disa pjesë të qytetit, tela dhe kablo elektrike shihen të vendosura në mënyrë të parregull pranë shtëpive dhe bizneseve, duke ngritur shqetësime për sigurinë e banorëve. Pamjet e siguruara nga Medium Ynë tregojnë raste kur telat elektrik kalojnë shumë afër objekteve të banimit, ndërsa në një lokacion vërhet se një mjet transportues qëndron pranë një teli të energjisë elektrike, duke krijuar rrezik të mundshëm për aksidente. Po ashtu, në një tjetër zonë shihen kablo të këputura dhe tela të hollë të varur, të cilët mund të paraqesin rrezik serioz për banorët, këmbësorët dhe automjetet që qarkullojnë në ato rrugë. Banorët kërkojnë nga institucionet dhe kompanitë përgjegjëse që të ndërmarrin masa sa më shpejt për inspektimin dhe rregullimin e këtyre linjave, në mënyrë që të parandalohet ndonjë incident i mundshëm që mund të rrezikojë sigurinë e qytetarëve. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka njoftuar se ka intensifikuar aksionet inspektuese me qëllim parandalimin dhe luftimin e shitjes ilegale të cigareve elektrike për persona të mitur. Inspektimet së shpejti do të fillojnë edhe në komunën tonë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, përmes Inspektoriatit Qendror të Tregut, ka intensifikuar aksionet inspektuese me qëllim parandalimin dhe luftimin e shitjes ilegale të cigareve elektrike për personat e mitur. Gjatë pjesës së parë të muajit qershor, inspektimet janë përqendruar kryesisht në bizneset që operojnë në afërsi të shkollave në disa komuna të Kosovës. Përfshirë Prishtinën, Prizrenin, Gjilanin, Vushtrinë, Ferizajin dhe Vitin. Sipas Mindit, gjatë kontrolleve është verifikuar zbatimi i ligjit për kontrollin e duhanit, ndërsa shkeljet e evidentuara janë në procedurë trajtimi dhe do të ndiqen sipas dispozitave ligjore në fuqi. Nga kjo ministri bëhet e ditur se aktivitetet inspektuese do të vazhdojnë edhe në komuna të tjera të vendit, përfshirë edhe Gjakovën, ku pritet që inspektorët të realizojnë kontrolle gjatë ditëve në vijim. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit thekson se mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e shëndetit publik, veçanërisht të rinjve, si dhe në zbatimin e ligjit që ndalon qasjen e të miturve në produkte që mund të dëmtojnë mirëqenien dhe shëndetin e tyre.
Departamenti i të rinjeve që vepron në kuadër të Këshillit të Bashkësisë Islame në Gjakov, edhe këtë vit ka organizuar shkollën verore për fëmijë. Detaje nga ky organizim i mësojmë në materialin e radhës. Në periudhën verore, nxënësit e nivelit fillor janë në pushime, por edhe në këtë periudhë ata kanë mundësi që përmes argëtimit edhe të edukohen. Këtë mundësi do ta ofrojë shkolla verore që organizohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame në Gjakov, që për detajet na njoftoi Hoxh Adhe Gjiha. Planifikohet që shkolla verore të startojë me datën 6 korrik dhe do të vazhdojë deri me datën 30. Kryesisht do të zhvillohet gjatë ditëve të hënë, të martë dhe të mërkure, ku kryesisht do të mbahet mësimi në kohët e mëngjesit, duke filluar prej orës 8:30, ku fëmijët 1 orë do të mësojnë mësime edukative, pastaj 1 orë do të kenë lojrat e cilat do të zhvillohen për smartboarda me të cilat vetë kemi pajisur tash me xhamiat. Këto lojra do të kenë lidhje me mësimet, pastaj pason mëngjesi dhe pije freskuese për fëmijë. Ndërsa dita e ajit është planifikuar që të jetë rezervuar në enkas për ndonjë shëtitje ose për ndonjë ekskursion për fëmijët bashkërisht. Gjiha na tregoi po ashtu për lokacionet dhe interesimin e deri tanishëm. Si vetë kemi planifikuar që shkollën verore të organizojmë në xhamiat e qytetit. Më saktësisht do zhvillohet këtu në xhamin Sulejman Hadum Aga, në xhamin Kusar, në xhamin Sef edhe në xhamin me 2 minare. Ky ndryshim si vjet ka ndodhur për shkak që jemi sa më afër lagjeve të fëmijëve dhe duke munduar gjithmonë që më u siguroj një komoditet pakës më të madh. Kemi vrejt ndonjë interesim jashtëzakonisht të madh si nga ana e prindërve, po ashtu edhe nga ana e fëmijëve, gjë e cila neve na sjell në fakt kënaqësi, mirë po njëjtën kohë na falen në ndjenjën e përgjegjësisë që na bën që vazhdimisht çdo vit përpiqem që ta ngrisim, ta shtojmë cilësinë e shkollës, edhe gjithmonë duke munduar më ofru një ambient sa më argëtues dhe sa më të përshtatshëm për fëmijë. Kjo shkollë organizohet në kuadër të Departamentit Rinor nën Këshillin e Bashkësisë Islame të Gjakovës dhe do të hapë dyert për vitin e 6 radhazi për të gjithë fëmijët e Gjakovës për argëtim dhe edukim. Nxënësit që kanë përfunduar ciklin e ulët të shkollimit nesër do t'i nënshtrohen testit të arritshmërisë. Megjithatë, të shumt kanë qenë zërat që kërkojnë që ky testim të mos vazhdojë të mbahet pasi efektet nuk janë në favor të nxënësve. Klasën në 9, nxënësit e përfunduan e nesër do ta kenë testin e arritshmërisë. Mirë po, Këshilli i Prindërve në nivel vendi i kërkuan Ministrisë së Arsimit që testi të mos mbahet fare, pasi sipas tyre nxënësit testohen mjaftueshëm gjatë vitit shkollor. Njëjtë mendon edhe anëtarja e Këshillit të Prindërve të shkollës Mazlum Kpuska, Melankolina Goxha. Po shumë e drejtë, gjithmonë të bazu për cilësisë nxënësave, gjithmonë bazohen për asaj pjese, edhe unë e shoh dhe jam shumë e mendimi, domethënë e vlerësoj këtë mendim të prindërve, sepse nxënësat nuk është që bazohen për këtij testi, vlerësimi i nxënësave nuk bazohet kur gjithmonë për këtij testi. Arsimtarët janë duke bërë të pamundurën çdo herë të vlerësuar nxënësat me teste, me punime, me projekte të ndryshme, ata meritojnë notën ashtu siç e jep mësimdhënësi. Përveç kësaj, Goxha tha që ka lëshime gjatë testit të cilat ndikojnë negativisht tek disa prej nxënësve. Ka lëshime kur hyjnë në test të arritshmërisë, atë mujin me ra. Domethënë, ose bijnë nxënësat e mirë, ose ngriten nxënësat që janë me vlerësim më dopt, domethënë nuk është vlerësimi, unë mendoj që nuk është vlerësimi, domethënë në nivelin e duhur siç pritet. E shoh që shumë nxënësa për shembull që janë me nota jo të mira, ata dallojnë në test të arritshmërisë dalin me nota më të mëdha, kështu që nuk është një vlerësim i saktë. Edhe mendoj dhe jam plotësisht, domethënë pajtona me mendimin e prindërve që janë për mi hek testin e arritshmërisë. Kërkesa nga Këshilli i Prindërve të Kosovës u dërgua në mars të këtij viti në Ministrinë e Arsimit, ku këta të fundit, pas shqyrtimit, kërkesën e kanë refuzuar dhe si rrjedhoi, nxënësit filloristë do t'i nënshtrohen testit të arritshmërisë të premten me fillim në orën 10. Përdorimi i shpeshtë të pa kriteri antibiotikeve mund të shkaktojë dëme të shumta për shëndetin. Përdorimi i tyre duhet bërë në raste specifike dhe ekskluzivisht, vetëm kur përshkruhet nga mjeku. Njoftoje e thjesht, një koll apo një temperaturë e lehtë për shumë qytetarë në Kosovë, zgjidhja e parë mbetet vrapimi drejt barnatores për të blerë antibiotik, shpesh pa recetë të mjekut, por ky shpëtim i shpejtë po shndrohet në një nga rreziqet më serioze për shëndetin. Se çfarë paraqet rezistenca ndaj antibiotikëve dhe si ndikon ajo në organizmin ton, na flet më gjerësisht doktoresh Erina Caka.
Rezistenca ndaj antibiotikëve paraqet një problem shëndetësor, i cili zakonisht si komplikim sjell trajtimin e infeksioneve sa do të thjeshta që janë. Zakonisht ne bazohemi në protokollet tona lidhur me trajtimin e pacientëve me antibiotik. Fatmirësisht fal Qendrës Mjekësisë Familjare numër 1, ku është edhe laboratori biokimik, ne gjithmonë mundohemi të kërkojmë së pari analizat laboratorike, të cilat vërtetojnë praninë e një infeksioni tek pacienti, edhe pastaj të vijmë deri tek dhënia e antibiotikëve. Ky fenomen po shënon rritje të vazhdueshme, por pse po ndodh kjo dhe cilat janë pasojat e përdorimit të pakontrolluar të antibiotikëve? Për këtë na flet doktoresha. Vlen të cekat që gjithnjë duhet me u bazu në këshillat e mjekut për përdorimin e antibiotikut, periudha sa duhet të përdoret, edhe është shumë e rëndësishme që të mos ndërpritet të antibiotiku të merret për aq ditë sa e cakton mjeku, për shkak se atëherë arrin të krijohet rezistencë. Në momentin që ndërpritet para ditës së 5 ose ditës së 7, varësisht cilin lloj e ka caktuar mjeku, atëherë kjo arrin me kriju rezistencë edhe sjell pasoja për shkak se nuk mund të trajtohen infeksionet. Në fund, zgjidhja mbetet te ndërgjegjësimi dhe bashkëpunimi i secilit prej nesh. Mesazhi i mjekëve është i qartë: përdorimi i tyre pa rekomandimin e mjekut vetëm sa rrit rezistencën e bakterjeve, duke i bërë këto barna më pak efektive atëherë kur kemi vërtet nevojë për to. Prindërit të rinj të Gjakovës tash tutje do të kenë mundësi të bëhen pjesë e programit të kujdesit në grup për prindërim. Këshilla gjithçka tjetër që ata do t'i kenë të nevojshme në periudhat e hershme të fëmijërisë së fëmijëve të tyre, ata do të mund t'i gjejnë këtu. Të jesh prind është një nga ndjenjat më të bukura në botë, por fillimi i këtij rrugtimi shpesh sjell vështirësi, pasiguri dhe shumë pyetje për prindërit e rinj. Për të dalë ndihmë prindërve të rinj në këtë fazë të rëndësishme të jetës, sot në Qendrën e Mjekësisë Familjare u lansua programi në grup për prindërim të hershëm, një program i Ministrisë së Shëndetësisë i mbështetur nga UNICEF. Jemi shumë të lumtur që si UNICEF jemi pjesë e lancimit të programit kujdesi në grup për prindërim. Ky program që udhëheqet nga Ministria e Shëndetësisë dhe mbështetet nga UNICEF-i. Jemi këtu në Gjakovë ku infermierët e këtij programi do t'i ndihmojnë prindërve në rrugtimin e tyre, sidomos në vitet e fëmijërisë së hershme. Për të kuptuar më mirë se çfarë përmban ky program, na flet koordinatorja e programit në komunën tonë. Sot është lançu programi i klasës për nëna, do të thonë një klasë ku nënat vinë marrin sesionet në forma të ndryshme për rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve, për një mirëqenie sa më të shëndosh, do të thonë për të gjitha nënat e reja, ku mund të adresohen shumë lehtë, kenë qasjen shumë më lehtë në mënyrë që të kenë rritjen dhe zhvillimin e fëmijës sa më të shëndetshëm. Do të vazhdojnë në vazhdimsi, do të thonë kemi filluar me grupe të ndana, do të thonë secili grup i merr 7 sesione në vazhdimsi, në mënyrë që me pa secili rritjen dhe zhvillimin në format e mujve që i përkasin. Do të thonë në bazë domeneve, në bazë të moshave që i përkasin, grup moshave, së bashku me nënat e përcjellim rritjen dhe zhvillimin e fëmijës. Se sa ndihmuese janë këto sesione dhe çfarë rëndësie kanë për prindërit e rinj, na tregon një nënë që ishte pranishme në aktivitetin e sotëm. Për mua si nënë ka qenë ekstrem shumë ndihmues, me ndihmën e Adelinës, do më thonë që ka qenë me vizitën në shtëpi, mu më ka ndihmuar shumë, sidomos për gjithanje, se unë si nënë e re, për një pak kohë caktuar në jam kontu kalu në ushqyrjen me qëmsht formul, tu mendu që unë nuk kam qëmsht mjaftueshëm nga mosdija e gjithanjes. Do më thonë, Adelina më ka ndihmuar shumë, edhe unë, do më thonë, sot fëmija jem rritet me gjithanje, do më thonë, me qëmsht që shëndosh e të mirë. Programet të tilla janë shumë të rëndësishme pasi u ofrojnë prindërve të rinj njohuri, mbështetjen dhe sigurinë e nevojshme për të rritur fëmijë të shëndetshëm dhe të lumtur. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmë të ndjekim edhe një herë titullat kryesor të këtij edicioni.
Një person I mitur është gjetur pas shenja jete në fshatin Falabardh. Paralajmërohen inspektime në Gjakov për shitjen e cigareve elektrike të të miturit. Nesër mbahet testi I arritshmërisë. Ai fillimisht ishte kundërshtuar nga prindërit. Këtu merr fund ky edicion qendror I lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syristi dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.